Aty ku është xhamia, do të jetë prosperiteti. Aty ku është xhamia, do të jetë kultura. Aty ku është xhamia, do të jetë edhe të mbretëron dija. Aty ku është xhamia, do të mbretëroj puna dhe aktiviteti. Aty ku është xhamia, njerëzit do të jenë të socializuar, të dashur, e human. Aty ku është xhamia, do të jetë gjallëria. Aty ku është xhamia, do të jetë dynjaja. Dynjaja me gjithë shka që përfshin në të legjitime. Aty ku është xhamia, mbretëron shpirtbarësia. Aty ku është xhamia, do të jetë e fuqishme familja. Aty ku është xhamia, do të jetë një pikë reference që njerëzit kanë një shpresë, që njerëzit e ndëgjojnë thirrjen për punë, për angazhim, për mësime, për studim. Hayya alal salah, hayya alal falah, eja në namaz, eja në shpëtim, do të thotë eja në ngjalljen e vetvetes tonë, dynjas edhe të ahiretit. Andaj dëshirojmë që të jenë mësime nga më të ndryshme që ne përfitojmë dhe mbesmi në jetën aktive, në jetën e dynjas mbesmi aktiv. Të dashurit e me, po filloj me atë që Mustafa Mahmudi, njëri nga dietarët e mëdhej të Islamit, thot: mësojeni fëmijët tuaj se kota është e kotë, edhe nëse ndjekësit e saj janë të shumët. Binde fëmijën se kjo është e kotë, e pa vlerë, nuk ka kur farë peshe. Absolutisht, edhe nëse ndjekësit e kësaj të kotës janë të shumët. Se sot na thojnë, ti po më thue mos me pasu këtë, mos me bë këtë. Mirë, po kjo e kjo e. Këto krejt do thot po punojnë edhe po mirën me ta. Pse veçon e ju? Binde se e kota është e kotë, edhe nëse ka shumë pasus. Binde se e vërteta është e vërtet, edhe nëse pasusit e asaj të vërtetës janë të pakt. Binde. E sa da shumë vështirë me bind. E sa do të me ndoku shumë për ta bind. E do të me u shoqëru shumë me ta për ta bind. E do është shumë me fol e me sqaru për ta bind. Se e vërteta është kjo. Edhe nëse ka pasus të pakt, e na sot jemi të jetu në këtë kohë, që e vërteta, po ka pasus pak. Xhamat po ka pak, e pa vërteta, po i ka ndoshta edhe të mbushura. Se flamuri i të vërtetës ka me qëndru lartë, edhe nëse atë nuk e ngre lartë as kosh. Flamuri i të vërtetës gjithmonë ka me valvit, edhe nëse nuk ka kosh me ngrit lartë për ta pa të tjerët. Ai ka me qëndru, e vërteta është e bardha. E bardha gjithmonë ka me egzistu. Kanë me u mundu me ngjyros, me ngjyra, fasadime nga më të ndryshmet. Mirë, po e bardha është e bardhë. E ka shijen, e ka vlerën, e ka pamjen, dhe kur nuk del prej formës, kur hiç. Binde se harami e ndaluara është haram edhe nëse atë e përdorin edhe e veprojnë tërë njerëzit. Binde fëmijën, kjo është haram, e ka ndalu Zoti atij që ofsh mi falë. Po baba mi gjogjë, po ka shumë do thot pasus aty. Nuk është problem pse ka pasus shumë. Binde se kjo është e ndaluar, nuk është dritë e kuqe. Nuk duhemi me hynë të kuqen. Kjo është shenjë e rrezikut, nuk duhemi me prek. Këtu është një ndales që të thotë ndalo, nuk duhemi me hyën.
Vetëm se kur t'ja spjegojmë fëmijëve, njerëzve në përgjithësi, haramin, nuk është e mjaftueshme vetëm me thonë haram është. Mirë po edhe du t'mja sqarua dhe rreziqet. Dohemi mi krahasua dhe me jetën e sodit që jemi duke jetu. Dohemi me e krahasu edhe me të ndaluar atë shumta të tjera dhe dohemi mi vërtetu edhe me ligjet e sodit që kjo është e ndaluar edhe pik. Harami është haram, me e bindën do thot fëmijët. Dashurit e mi, këto 5 që i numrova janë shumë me vlerë. Ama vetëm do t'jetë prindi apo përgjithësi ai cili është bendës dhe dëshiron që me ndryshu fotografinë e fëmijëve të vet, po edhe të masës, nxënësave apo ku jeton e ku vepron. E dyta, dashurit e mi, Muhammed El Ghazali, Allahu e mëshiroft, një dietar i madh, ka lind në vitin 1917 dhe ka vdek në vitin 1996. Është njëri prej dietarëve, prej kolozëve të këtij dinit islam. Ai thot, nuk e di çfarë na ka ndodhur. Derisa jemi bërë ku ham prej të mbjellurave të tjerëve, veshim tekstilin e tyre dhe importojmë çka çpikin ata. Pastaj ne ulemi dhe i shndrojmë kuvendet e dijes në debate dhe zhytemi në thellë në çështje që dëmtojnë më shumë se sa që na bëjnë dobi. A shumë interesante kur na hajmë jo nga ato shka imi ti mbjell na, po çka janë ti mbjell tjertë, edhe pse na kemi fusha, e lugina, e toka pjellore të shumta. Mirë po na nuk i punojmë, e hajmë nga ato çka i mbjellin të tjerët. Na jemi tash në sezonën e vjeshtës, edhe është mirë me kujtu çdo njani. Sa ari tokë bre i kam? Sa hektar tokë i kam? A ja vlen me mbjell? Ja vlen me mbjell. Për Zotin e lo ma Zot në je. Je dhe ma stabil, ma i qëndrushëm. Sikur që ki edhe një gzim edhe një lumëtëri ma të madhe, kur ta pash arën tane duke u zhvillu ato bim që i mbjell aty, e kur të vjen koha e korrjes, e kur të vjen koha dhe momenti i vjeljes, e kur të vjen ai momenti i prurjes në magje, edhe në tërvesën edhe në tavolinën e bukës, o Zoti i madh. Çfarë krenari është? Prindët tonë kanë pas këtë krenari. Është çudi e madhe që na jemi duke u shqy nga të mbjellurat e të hujve të tjerve, sikur që edhe jemi duke u vesh nga tekstilet, nga shtofat, nga rrobat që i prodhojnë të tjerët. Dhe çdo gjë jemi të importu nga të tjerët, ama si jemi të shpik, as gjatë të tjerët janë të shpik, po kur ti pash debatet e tona, ta merr menja që këto ketë shkencëtar janë, ta merr menja që kjo punën e agronomisë e ka kry krejt, në rregull e ka, punën e pemtarijës që asnjë pem nuk është që të pari, Bilenjani i ka prej para disa viteve, ka pas 25 apo 50 ari, i ka pas molla, dardha, ftaj, gjitha i ka prej, i ka pas e i ka prej me motor. A di pse? Masi une nuk po muj mi hangër, mos t'i ha kërkush. Po kja është mendësi e zëmt. Kja është mendësi e zëmt. Këta janë njerëz që janë egoista, vetëm për vetveten, nuk mendojnë për të tjerët. Islami ynë ngrej lartë vetdijen. Ej, musliman, ngretno,
Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam kur ka urdhëruar për të mbjell diç, ka thonë mbjellni diçka që keme ngron prej saj. Pa të keqe. Edhe unë shumë i simpatizoj, edhe jemi në rregull. Ndoshta o borrët e shtëpijave tona, o borrët e parqeve, villave, shumë e parkut në përfshata për qytet, janë bjell me drojt dekorativ. Shumë në rregull është. Ka be mundësin atë 100 pem, pisha, që i ku mjell apo i ke mjell në shtëpi. A është bre një moll aty? A është një dardh aty? A është një ftubër aty? Si është e mundur? Pse i kina pas na ma të shëndosh prindët e tonë, vëllezërit e tonë të kalumen, se që nga pranvera ka fillu me ngron diçka beo. Vesh me onë qëtë pisha që i kina mjellë. S'ka kur gjaj që nuk ka. Ashtë do thët gabim i madh. Ama kur tulmi për me debatu, na jemi të partë për në debat, për urrejtje, ti s'po din, ti s'ke bo kur gjon, ti s'je të bo kur gjon, këti e kalumja ju të kone zëm, tonë e kam bo, ama janë të kota këto, mos i ndëgjani këto lafe edhe këto muhabete. Të dashurit e me, kjo ke një mesazh që po dëshiroj me ngrit vetdijen tonë edhe në këtë aspekt. E treta me radh, Imam Shafiu, Allahu e mëshirov, thot, një ajet në Kur'an është ai shigjet në zemrën e zullumqarve dhe balsam i zemrës së të shtypurit. I thanë, po cili është ky ajet? O imam, tha, fjala e Allahut Dhul Xhelal në kaptinën Merjem, ajeti me numër 64, ku thot, Zoti yt nuk harron kurr. Kja është madhështore, dashurët. Shpesh në bëmi merak, thojme, harroj bamirësin teme, filoni, harroj këshillën teme, harroj ndimën teme, harroj përkrahjen teme, harroj këtë, harroj atë. Mësë bëni merak, mërbur. A dini pse? Allahu nuk harron. Allahu nuk harron. A nuk është motiv i madh kja? Po është motiv shumë i madh është. Madame Allahu nuk harron, unë edhe ti kina me vazhdu në vazhdimsi për punë të mira, për përkraje të mirë, për veprime të mira. S'është problem se harroj njerëzit, s'është problem se nuk ta di njerëzit, s'është problem se nuk ta vlerësoj njerëzit, nuk është problem. Na sot jemi të jetu në këtë kohën që i miri gjithmonë po ankohet, s'po ka përkraje, i keqi po përkrahet, s'është problem. Vazhdo se Allahu Dhul Xhelal kur nuk harron. Dhe neve na intereson, do thot kjo na intereson. Të dashurit e me, e katërta me radh, Ali Sheriati është njëri prej ulemave të mëdhenj të Islamit. Ai thot, kur të vendosësh, të qëndrosh kundër të padrejtit, parashiko se do të shohësh e pastaj ke me u tradhtu. Në moment kur të fillojsh me i qëndruan përballë kundër zullumçarit, të padrejtit, dije që ti ke me u ofendu o burr, rruga jote nuk është e shtrume ma në tepi të koq. Le që ke me u kundërshtu e ke me u tradhtu, mirë po në fond edhe ke me u tradhtu. Por, mirë për ty, nëse hesh ndaj zullumit, që të thuhet për ty se je njeri paqës. Keni vrejt këtë gjuhën asfaltume dhe në këtë kohën sot moderne që po jetojmë. Njerëzit janë të prim vetëm me marë fjallë lavdatash. Njerëzit sot janë të prim, ky po më livdon mua në televizor, po më thatë ky njeri paqës. Po cili musliman nuk është i paqës? Po që të gjithë jemi të paqës. Mirë, po e vërtet është e vërtet. A po që mi thonë zullumçarit mirë e kia? A po që mi thonë të padrejtit mirë e kia?
Atë paqe do thot me i thanë njeriut që po na i merr pasuninë e, po na i prish moralin e, po na i shkatërron familjen e, po na i shkatërron shoqërinë, mi thon mirë jeti i mira? Ja, këta janë të gollashet këta që i thujnë. Këta mënojnë veç pe i kërthizës dhe i të gjojtë. S'ka në qef me ja prish kërkuj, mirë ti, madame po m'jep ti muaj, po m'përkrati muaj, po m'avancan mirë, tani shka, hajde ta shpall me njeriu i paqës. Jo mërë ti e njeri i shkatërimit dynjas edhe i shkatërimit të ahiretit. E për kësi njerëz nuk ka nevoj paqja e vërtet. Paqja e vërtet ka nevoj zullumqarit në ftyrë, mja thonë, me edukat, me kulturë. Se ka njerë, dikush thot, unë e thamë të vërtetën, po anë e vërteta nuk ka nevoj me shakër kanë. S'pa muj me duru. Jo, mërë do të me duru. Vesh do të me kundërshtu me argument, ama jo me shakë. Dhe ju me ofendu. E pesta me radhë, dashurit e me, risku halal, ulemaja thojnë, ndoshta ta thynë shpinën, por dë bën ta mbash kokën gjithmonë lartë. Risku halal, të lodhë, të kërrus. Risku halal, të lodhë, sinqerisht, ama gjithmonë të banë me mbajt kokën lartë. Kur nuk e ullë kokën para askujt. Mos javë keni lakmi disave që i kanë bush dështë atë gjepat e gjerologarit, edhe kanë bosh solitera. Këta kur nuk mujnë një pjesë e tyve, kuptuat, nuk mujnë me mbajt kokën lartë. Aty që tu ka krys, tu ka thy shpina, gjithmonë kokën lartë. Edhe ky është i pasuni më i madh. Ky është njeriu kredibil. Ky është njeriu që duhet vlerësu. Ky është njeriu që duhet miqësu. Ky është njeriu që duhet me lidh kontratna me ta. Duhemi me bë mek. Këtë njeri duhemi me bë. Kjo është e madhe, dashurit e me. Mirë po në ditën e sodit është vështirë me u praktiku. Mirë po ata të cilët e praktikojnë janë më të mirët në këtë dynja dhe në botën tjetër, të njerëzit familjar, të njerëzit kredibil, edhe të kima dhe Allah gjelle shanuhu e gjelle gjelalu. Të dashurit e me, thot, dy njerëz u vranë për një fjalë, dritëra agolli, Allah e mshiroft, thot, dy njerëz u vranë për një fjalë, fjala e ndërnën, ama ata janë vra. Për një fjalë me janë vra, fjala hala është prezent, ato dy mëjtë javë kemi knu talkinin. A ka mundësi që na me o kanë të kujdesshëm në fjalë, në biseda, gjuha është mjeti më i miri për t'i unifiku, për t'i bashkuan, për t'i avancuan njerëzit, për t'i ngrit, si kur që nga njëherë bëhet shkatrimtarja kryesore, për t'i fut në dhe. Për këta Muhammed Mustafaja ka thonë, kush mi garanton dy, për hajri kuf gjeneti, e njona për ty është thot, kush ma garanton gjuhën, për hajri kuf gjeneti. Dashurit e me, na kemi shumë nevoj për këtë përkraje, për këtë përhajrë, shumë kemi nevoj, dashurit e me. Andaj u jetëne, avancane, kujdesoni fort për gjuhën. Dhe një mësim që dashta me nda me juve, e që ka ma shumë se një pik, dikun i ka 8 pika nëse nuk gabaj, është nga Firauni. Qka ka mësu njerëzia prej Firaunit, për njerit ma zullumqarë? Nuk po duvesh me përmen si histori, absolutisht edhe nas një ligjerat nuk e kam këtë qëllim. E kam qëllim që me përfitu për ditën e sodit dhe të nesërmen me fut në praktik me njerë. Qa ka mësu njerëzia prej Firaunit, thot e para, se caktimi hynor është i pashmangshëm. Ti mbyte mira fëmi për të mos me ardhë Musaji. Kush e kishte marrë vendim, në qatë aja nanë e cila linë djallë me jam mbyt.
Vendim e kishte marrë. Kam mbyt me mira apo me qindra mira djem që kanë linda atë vit. Për mos me ardhë Musaji, për kur erdhë, vetë e rritin pallatin e vetë. Ja, robë sa madhështor është. Lexoni historinë e Firaunit dhe të Musajit. Kam mbyt qindra mira fëmijë, për mos me ardhë Musaji. Ka ardhë Musaji, pasha Zotin e ka rritë në pallatin e vetë. E dyta, se zemrat janë në dorë të Zotit, kemi mësu për Firaunit, jo në dorën e njerëzve. Ti ja privove Musajit zemrën e nanës, por Allahu ja zbuti zemrën gruas tone. Ti deshe ta ndaje nga nëna e ti, për Zoti i ja dha edhe një nan tjetër, gruan e Firaunit, me u kujdesën për Musajin, e pastaj me ardhë edhe nana Musajit, edhe me rritën si plom në pallatin presidencial të Firaunit. Sa madhështor është, pse shpirti jam edhe jyti, o dashurit e mi, është në dorën e Zotit, nuk është në dorën e asë një pushtetarit. Mos u tot për riskut, me thonë, unë e përbajnë qëtanë se ku me di që ka unë banë këtë tjetër, o anë dorën e Zotit, o ti ke menu që i risku komotar që kënena, kreta të tarë në këtë anën tjetër, më burë. Se ke kujtua, s'ke bo plan për këtë punë, mirë për risku vjen. E dyta, e treta, kemi mësu për Firaunit se as kush nuk mund të aprish shpirtin e as kujt. Në të njëjtin pallat ku ti thoshe me arrogancë, thojke, Firauni, unë jam Zoti juaj më i lartë, në dhomën ngjitur saj, Asia përkulej duke thënë, i lartësuar qofsh Zoti im më i lartë. Thojke, unë jam Zoti më i lartë. Erdh Asia në pallatin e ti, i rake Zotin sejdë. Subhana Rabbi al-A'la. O Zoti madh. Sa madhështor është kjo? E keni vrejt edhe në ditën e sodit, dashurit e mi, shpesh në për disa shtëpia, po ka që si Firauna ka pak. Zgodzan më falë mu e kush këto e, nuk godzan e. Kundra fejëse, ja ka që Zoti, ja gruan, ja djalin, ja vajzën, 5 herë në ditë ja thirë rezonin aty për para. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja plas zemrën, ja plasa. E di pse? Se ky ka dosh mu bo Firaun. Allahu Firaunit ja ka që Asijen. 5 herë në ditë, Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. E katërta, mësojmë për Firaunit se shtëpit fshehin sekrete. Një burr dhe një gru mund të jetoj nën të njëjtën qati, por të mbeten të huaj për njëri tjetrin. Ajo që i bashkoj bashkëshortët është zemra, jo qatia. Ajo që i ka bashkuën është zemra, jo qatia. Hajtë ta gjejmë një kolëm sa për me hinër ta. Jo, mëre, zemra i bashkon. Zemra i bashkon. E pesta me radhë se një ushtri e tërë nuk mund të largoj një besimtar nga besimi tina. Një ushtri e Firaunit, Firauni vetë, që i theke vetës Zot, me krejt ushtrin ma të avancume të asaj kohë, s'ka mujt me hek besimin prej Musajt a.s. Edhe sot, mund është me fitu mja marrë dikuj tokën, mund është me fitu mja marrë edhe shtetin, mund është me fitu, shka dush me i marrë?
Amo nuk mund është kur me luftu me ja marr besimin. Besim, para besimit dorëzohet çdo ushtri e kohës ma moderne të sotit edhe të nesërmën kur do të vjen. As magjestarët nuk i trembi ushtria jote. As parukia besimtare nuk u friksua nga vaji i zjarrt që u përgaditke. Përgadit që një vaj për me hudh. Mirë, po se lan besimin. Se lan besimin, absolutisht. E gjashta, se gjaku nuk shëndrohet në ujë. Një motër e vogël e ktheu vllain në gjirin e nënës me një fjalë. Atë udhëzoi. Ndërsa një vëlla pranoi me madhështi të shpirtit se vëllai i tij fliste më rrjedhshëm se ai vet. O, subhanallah. Janë mësime shumë të mëdha, dashurit e me, që me emrin e Zotit do të përgatismi për secilën nga një ders. E shtata, se skllëvrit janë ata që i ndërtojnë me duart e tyre frontet e gjelatëve të tyre. Ti nuk do të kishe mundur të ngjitesh mbi shpinat e popullit tënd, po të mos ishin ata që u përkollën dhe luajtën hapin e tyre. Dhe e tetë, kallëzoj që edhe hoxha të fol. E teta, se kur Allahu dëshiron të ndihmoj një rob, ai ndihmon me mjete që askush nuk i pret. O Zot sa madhështore. Kur Allahu dëshiron me ndihmu dikan, o burra, ke menu që me filan mekanizmin ka më të ndihmuan. Jo, mëre. Krejt do thot me diçka tjetër. E ndihmoi Musajin me një shkop. Shkapan mëre e shtog, e ka prej që aty të lejthije, sa Allah po të qëfar, o e ka prej, e ka nëreq. Vështë e ka mojnë ndur. Kur ka shku të deti, që ka me ba? Po kiti armën ma të madhe, mrekullin. Cëllën mërë? Drunin. Më shaj detit. Hapën 12 autostrada. Kalon Musa alayhi salatu wassalam. Farmësimi gjigant. As themrat e kamës nuk ju kanë lagën. Me një fjalë, kur dënë Zoti më të ndihmon me diçka që ty s'ta merr mendja, heca jashtë, ndihmë do thot për ty apo për mu. Dhe e fundit, se çdo gjë në tokë është vetëm një shkak që vlen për njerëzit, jo për Zotin. Lumi që duhej të mbyste fëmijët, u bë postjer dhe ta solli në preherin tën foshnjën që kërkoje ta vresje ti vetë. Firauni dësh kemi mbyt djemt, edhe e dike që edhe filan gruja, është dhe thët shtatzon. E priste lajmin, sa ka lind djallë me shku me mbyt. Lumi u bo një postjer, nana u mërzit shumë, ka marrë Firauni me mbyt. I thanë, jo, hajde me lidh, me nëzirë me një mjet diçka si lojanie vogël, edhe me lëshu në ujë. Pa qysh zemra nanës me hodhën lëmë fëmijën, o Zot. Shumë e madhe është, shumë madhështore. E me lundru, e me shkuan me ky postjer, ky ujë, pe pallati presidencial i Firaonit, e me marrë me urritën nga dy kujdestare, me ushqimet më të mira. Veç i lumi Allah ati i qofsh mi falë. Amoni ju kofë që të 7-8 pika që ju patë, u përmendur, letëni për pak për Firaoni që ka fitojmë? Që ka fitojmë për një njerëjot që unë banë zollon mu edhe tyje, në sëtë? Që ka fitojmë? Kemi me pa fitime gjigantet mëdhaja. Allah na përdojrë për hajrë dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.